Sot mbushen 25 vite nga vrasja e paramilitarit famkeq serb Željko Raznatović, i njohur si Arkani. Ngjarja ndodhi të shtunën më 15 janar të vitit 2000 rreth mesditës në hollin e hotelit Interkontinental në Beograd. Arkani i shoqëruar nga 2 truproja po ecte drejt hollit kur u qellua nga Dobrosha Gavrić, një ish oficer policie, së bashku me Milan Đuričićin dhe Dragan Nikolić. Pasi nxorën armët automatike, Arkani dhe truprojave të tij nuk ju dha mundësia të reagojnë. Ai mori 3 pluma në kokë dhe vdiq në vend. Truproja që prisnin jashtë e vendosën trupin e tij në makinë, por tashmë ishte tepër vonë. Željko Raznatović, i njohur për udhëheqjen e gardës vullnetare serbe të quajtur Tigrat e Arkanit, mori pjesë në krime të shumta gjatë luftërave në ish Jugosllavi. Ai u akuzua për vrasje masive përfshirë në Vukovar, Banja Luka dhe Bosnjë, ku komunitetet muslimane dhe katolike u sulmuan pa mëshirë. Nga adoleshenca, Arkani tregoi një karakter të dhunshëm dhe të padisiplinuar, duke filluar me vjedhje të vogla dhe përfshirje në krime më të rënda. Në fillim të viteve 70 ai u rekrutua nga Shërbimi Jugosllav i Sigurisë për të vepruar jashtë vendit kundër disidentëve. Më vonë, përmes këtyre lidhjeve, fitoi mbështetje dhe influencë në krimin e organizuar ndërkombëtar, duke operuar në vende si Belgjika, Holanda, Suedia dhe Gjermania. Në vitin 1990, pas zgjedhjeve të para të lira në Kroaci, ai krijoi Gardën Vullnetare Serbe, e njohur si Tigrat e Arkanit, e cila u bë simboli i terrorit paramilitar gjatë luftërave civile në Ballkan. Raznatović drejtoi sulme ndaj popullsive kroate dhe muslimane, duke kryer vrasje, grabitje dhe shkatërrim të komuniteteve lokale. Pavarësisht aktivitetit të tij kriminal, në Serbi shumë e konsideruan hero kombëtar. Ai u martua 3 herë, pati 8 fëmijë dhe u bë figurë publike përmes këngëtares së njohur Ceca dhe pronësisë e ekipit të futbollit Obiliq në Beograd. Pas luftës u bë biznesmen dhe vazhdoi të mbante ndikim në shoqërinë serbe. Vrasja e tij shënoi fundin e një figure të tmerrshme që la pas një trashëgimi të dhunshme dhe të përgjakshme në Ballkan. Arkanit nuk ju dha kurrë mundësia të përgjigjej për krimet e tij, por kujtimi i mizorive të tij mbetet i gjallë në histori dhe në kujtesën e viktimave.